A mund të na flasësh pak se kujt i jepet zakati? Zakati u jepet 8 kategorive, të cilat i ka përmendur Allahu i lartësuar në Kur'an, në fjalën e tij inna as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha, deri në fundin e ajetit. Allahu subhanahu wa taala ka përmendur 8 kategori që përfitojnë zakatin. Pra u jepet vetëm këtyre kategorive dhe nuk u jepet nuk lejohet u jepet kategorive të tjera përveç këtyre kategorive. Pasi zakati është një detyrë, është një rit fetar që ka disa rregulla specifike të veçanta, domethënë është në disa çështje është ndryshe nga sadakaja, është ndryshe nga kontribute apo domethënë gjëra të tjera që jepen si mirëbërje ndaj njerëzve. Kështu që duhet të respektojmë rregullat e shariatit dhe zakatin t'ua japim vetëm atyre që e përfitojnë. Kryesisht zakatin e përfitojnë të varfrit, e përfitojnë të varfrit, nevojtarët, el fuqara wal masakin, që i ka përmendur Allahu subhanahu wa taala, por mund ta përfitojnë edhe borxhlit, pasi edhe borxhlit hyn ke një kategori që e ka përmendur Allahu i lartësuar në ajetin që e citova pak më përpara.